Dhe profesion nuk preket, se tash profesioni është jeta. Është ajo që ti donë më shumë, bën, ushqesh me atë, punon, krijon aty, plotson shpirtin, plotson veten, plotson familjen. Nuk e di, është lidhje shumë e fortë. Tek njeriu është kryesorja. Ato ka njeriu në jetë. Ajo është punë e gojës. Po. Ato ka familjen, ka dhe punën, profesionin. Kjo është jeta. Edhe ti mos e përmend më Balbanës. Këtë. Këtë punën e punës. Profesionit Balbanës. Nëse dhe ajo e kruan vetë sa Pa, të jo, e disa ndyrë flet, ajo më flet shumë keq moj. Unë e kam falur, e kam kursyer shumë bile në të falur atë. Po lëre tani. Sa flet në ndyrë. Se e përmend vetë ajo me sikur e përmend unë. Ajo e përmend pra profesionin, ngeli tu e përmend 100 herë. Dhe ti, këtë gjë që ka bërë ajo ndaj teje, të familjes, du t'ja përmendësh çdo 300 herë. Do t'ja përmend? Duhet? Duhet. Se ajo që ka bërë ajo nuk falet. Po unë s'po e flas, nuk e kam falur Valbonën. Unë nuk i flas fare me gojë më që atëherë. Nuk falet, ajo që ka bërë. Unë nuk i flas me gojë. Qa hipokrizie, po kur sa kishte ndodhur ajo, futi dhe në domë në friste odës për familjen. Ajo sa ishte futur në një muhabet, absurd. Ajo sa po më bëri një akuzë dhe për të mbuluar akuzën e vetë, se e kuptoi që a futi kot, futi pastaj familjen e vetë në atë muhabet. Edhe i thoshte Kellit, ke qenë aty? I tha dhe sot, e bëri dhe sot mu e kupton t'i hapi dhe sot kjo atë në bisedë. Që thua? Për Zotin mu në mëngjes. I thash si s'vjen tup që vazhdoni i hap to shpifi, i thash akoma. Çfarë thua? Po që të rri pra në shtëpi. Të rri.